Konstatimin tim se gjykata nuk është transparente me publikun e mori sukurun po thamë që nuk publikojnë informata në faqe. Nuk ka praktik në botë që avokati i popullit funksionon në umbrellën e gjykatës. Dhe çka vrejta nga krejt pranishmit ishte problemi komunikimi ndërinstitucional. Nuk është thjesht me i shkëmby letrat e me i shkëmby informatat, është thjesht me ullë dhe me diskutu për problemet. Unë njëjtën gjëja thash edhe Trandafilovës në vizitën që e kisha para 2 ditësh. Sepse ajo konstatimin tim se gjykata nuk është transparente me publikun e mori sukurun po thamë që nuk publikojnë informata në faqe. Por ajo nuk është çështje transparente. Çështje transparente është kur ti jep sqarime e sqaron situata që janë shqetësim të ngritura nga publiku. Pra, avokati i popullit nuk është transparent nëse publikon raportet në faqe, por është transparent nëse ndaj meje paraqitet një shqetësim, nëse thuhet që avokati i popullit nuk po i trajton mirë çështjet. Unë duhet të jem transparent dhe dalë t'ja parsyet të sqarimet nëse po i trajtoj mirë ose jo. Për gjykatën speciale, po çu prit kjo dhe a pret reflektim? Unë mendoj që na duhet me e pas guximin me i thonë gjanat ashtu siç janë. Edhe kur janë mirë, me i thonë mirë. Po kur janë keq, natyrisht ne nuk mund të heshtim. Dhe kjo ishte tendenca edhe qëllimi me i tregu kryetarës së gjykatës. Unë interpretu në publik që ju po e kritikoni gjykatën? Jo, unë vetëm kam ngritë shqetësime. Unë vetëm kam ngritë shqetësime që i ka publiku sot. Dhe ju lutem, më tregoni, nëse dikush nga qytetarët e Republikës Kosovës nuk e konsideron shqetësim 5 vjeçarin e kozgjatës paraburgimit. Pa mundësin me i zbatu masa tjera alternative. Nëse mendoni që nuk është shqetësim i botës juristëve të Kosovës që provat në këtë gjykatë kanë qenë të redaktuara deri në atë masë, sa që nuk kanë qenë të kuptueshme. Po, gjykata e ka dhe një avokat të popullit brenda gjykatës. Unë mendoj që ai avokat nuk plotson as kriteret minimale të një avokati të popullit. Dhe e tham këto me bindje, e tham të bazuar në analizë edhe në ekspertizë. Sepse e para, avokati i popullit duhet të zgjedhet në mënyrë transparente nga një organ i Republikës Kosovës, që në këtë rast mund të jetë edhe gjykata, por që gjykatat nuk zgjedhin avokat të popullit. Avokat të popullit zgjedhin kuvendet, në disa raste zgjedhin edhe institucione tjera, po kryesisht standard dhe principet e Parisit dhe këto që janë në deklaratën e Venedikut kërkojnë këtë standard. Kuvendi i shtetit me zgjedh avokatin e popullit. Nuk ka praktik në botë që avokati i popullit funksionon në umbrellën e gjykatës. Jeni të sigurt për këtë. Nuk mund të konsiderohet ose të thirret ky avokat në parimin e panshmërisë, e pavarësisë, e përsisë së drejtave të njerëzit, se janë parime bazike, të cilat duhet me i pas një avokat i popullit. Dhe në atë që ai ka prezantuar në komunikimin tim të vetëm që e kam pas në fillim të mandatit, kam kalon me kuptu që ai nuk ka interes me bashkëpunu me autoritetet e Republikës Kosovës. Sepse unë paraprakisht e kam njoftu për çështje që du mi diskutu dhe në çdo pyetje që unë e kam bërë për atë çështje është thirrën konfidencialitet. Konfidencialiteti është parimi i avokatit të popullit vetëm në raport me rastet që i heton, po jo me të dhëna tjera. Jo sa raste i ka avokati i popullit me ankesa, unë t'i tregoj sot, për çdo ditë t'i tregoj. Jo sa vizita i kam pas në burg, t'i tregoj me raport sa herë t'i kërkon, me ditore, javore, mujore, vjetore, 10 vjeçare. Edhe në këto aspekte, kur ai është thirrë në konfidencialitet, unë kam konsideru që ai nuk është në gjendje me përmbush mandatin që e ka. Sepse avokati i popullit natyrisht duhet me qenë i balancuar në realizimin e misionit dhe vizionit që e ka, por në asnjë rrethon nuk duhet me qenë në umbrellën dhe strukturën e gjykatës.